Niset nga banesa e tij e drejtohet për tek lokali ku e pin kafen çdo ditë. Ky është Agim Pajaziti, i cili pavarësisht rrugëve jo të përshtatshme për karrocë, nuk e ndalon rutinën e ditëve të tij. Agimi ka zgjedhur të jap kontribut për personat me aftësi të kufizuara, duke ngritur zërin për ta në emisionin që vetë ka ideuar dhe e ka quajtur Jo të njëjtë, por të gjithë të barabartë. Në datën 7 gusht, kam bërë protesta, që kanë protesta për UÇK-n. Atë kam bërë një intervistë për Kosova Info. Jam taku me Emanuel Deman dhe për Parim Gashën. Mas ne kena dalë, kena pi kafe. E kam bërë edhe një intervistë. Edhe të nejtë e kemi bërë si propozim, ja kom bërë aty në, sepse kjo ndër ka qenë mëtje, qysh mëtje, po nuk më kanë hapë dhe institucionet dhe televizionet që në konë. Edhe e kena fillu, e kena bo jo të njëjtë për të gjithë të barabarët. Që do të thotë që edhe na dim, duam dhe ja dolim. Vështirësitë e Agimit nisin që kur ai vendos të dalë nga banesa e tij. Nga problemet me ashensorët, kalimi në për rrugët me vetura e mirëqenia e kësaj kategorie thotë se janë sfidë qendësore për to. Të fillu në rrugë, pa du të me dalë në rrugë kryesore për me ecë. Tana ekonomia, tana këtë kategori e shkelin. E shkelin me kom e ka shkelin. Po kë shteti. Këtu lokal, kur ku marrë dhe ma unë masë që e këna njësë emision, këtë lokal, shefi këti lokali ma ka mundësu me bo për mysafirë që i kam këtë sajde rrethit për Kosovës, hapësirën ma ka leju me gjiru, falenderoj shumë. Dhe jam mirë njësë gjithmonë për çdo njeri që me nën mirë për këtë kategori, e mbështet këtë kategori. Mu edhe pak mu kanë kritiku për 2 emisione që i kom bose, gjithmonë e kom gju të shtetja, përdojnë se kjo është mirëqenia sociale nuk ka kërkun heq. Nuk ka kur farë bazë kjo kategori. Në emisionin e tij, Pajaziti synon që të ftojë edhe figura nga fusha e politikës, siç thot ai, që t'i përballë me kërkesat e kategorisë së personave me aftësi të kufizuara. Nuk është ngritë zonë mjaftueshëm edhe nuk është shku në vesh të shërpët. Gjithmonë. Edhe këta njerëz meritojnë ma shumë. Meritojnë për shembull, ka njerëz që mojnë familje me qatë penzion. Ka njerë që pas pare rrimë nuk ka konë gjendje mjau hik. Ja ka bo kush e ka për 150, nësë me muj. Ka faktikisht 150 euro të shkojnë i dashe për një muj. Edhe këtu janë të padrejtat. Këtu janë senet që janë bo më të padrejtat për neve. Pagën minimale, për shembull, kategoria jo nuk u hi. Është me qata që u kom, me 180 euro. Edhe për që ta kom dasht me ngrit zonën për këtë kategori, me bo diçka, nëse e merë dikush parasysh. E mysafirët kanë me qenë shumë lloj-llojshëm. Ka me paso struktura politike, përveç edhe në kategorisë tonë, që edhe ata kanë më përballë me mua, me ditë saktësisht çush jetohet me 1500 euro rrugë e çush jetohet me 170. Ndryshe nga vitet e kaluara, Pajaziti thotë se e shen një vedije më të lartë nga shoqëria në përkraje të personave me aftësi të kufizuara. Për vete më respektojnë këtë, edhe i falenderoj krejt nga zemra për respektin që më bojnë edhe më trajtojnë gjithmonë.
Ama për mi, dikon 60% u aftësu shumë. Se për shembull del, vjen thot a ki nevojë për ndihmë, a ki nevojë me të ndihmua, dhe me hyp në trotuare këtë, tash është krejt ndryshe. Mama të konë krejt ndryshe. Tash është shumë u vedisu populle, u vedisu gjithmonë, veç po shkon të rrit kjo dashnia për ta. Edhe po dhe na kemi dashni sot që nuk e din se gjithkona ja kthejna me respekt. Aktivitetet e agimit nuk përfundojnë me kaq. Ai është aktiv edhe në muzikë dhe në ndihmë drejtuar personave të kësaj kategorie. Sponzori e emisionit tam është Shaqir Palushi Golden Eagles, tjerë njerë nuk ka. Po besoj që shumë shpejt ka me pas edhe tjerë. Edhe kretat e të mira qatë na i bujnë kena me avullë na dikojna. Mesazhi për këtë intervistë është që i lumi ai që veç i buzëqysh një personit me nevoja të veçanta. I lumi ai që jep dashni një personit me nevoja të veçanta. Edhe për fund të bujna bashkë, jo të njëjtë, por të gjithë të barabartë.